Po bëhen goditje nga të gjitha anët. Këtë verë, ai që drejton Shqipërinë sot, është takuar në plazhin e Drimaves me disa Ukrainës, më duket, që flitnin me theks a Ukrainës a rus. Po, Ukrainës. Po, qarkullon ky lajmi që kanë kërcënuar Ramën me armë me gjë. Kanë bërë një bisedë mjaft të tensionuar. Ata kanë qenë të armatosur dhe e kanë kërcënuar që të lëshojë Shqipërinë, të dorëzojë shumë shpejt Shqipërinë. Po ç'ne ukrainasit? Po, është mafia ndërkombëtare ajo. Të dish ti se çfarë bëhet në Ukrainë. Të dish ti droga, të dish ti tregtia e fëmijëve, lemerit, merre dhe llahtarit, të dish ti edhe se çfarë bëhet me këto laboratorë, gjithë viruset që shpiken nga laboratorë të ndryshëm në Ukrainë, të financuar nga CIA, edhe nga organizata të tjera. Pra ti mendon që këto ukrainasit që janë